طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vëllezër të nderuar, jemi tek mjekësia e pejgamberit alayhis salatu wassalam, Ibn al-Qayyim al-Jawziyja, Zadul Ma'ad. Trajtimi kemi arritur tek trajtimi i infeksionit në sy apo konjuktivitisi, më thonë ajo që inflamacioni i syrit apo dëbardhës syrit, sa i kornez. Thot më lart përmendëm se pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk e lejoi Suhejbin të hante hurma kur ky i fundit ishte i smur nga konjuktivitisi, dhe më thonë nga që infekcioni i syrit, sepse i bën dëm ma shumë nëse ha shumë hurma, apo ashtu si që bëri edhe me Aliun. Po lidhur me këtë çështje, Ebu Naimi në librin e vet me titull Mjekësia e pejgamberit alayhis salatu wassalam, thot shënon se pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk ju afronte gravet veta nëse ato ishin të sëmura me këtë lloj smundje. Nuk ju afronte gravet veta për marrëdhënie kur e kishte konjuktivitisin, në më thonë qëtë skuqjen e, dhe më thonë dëbardhës së syve. Dhe kjo zgjaste derisa ato të shëroheshin plotësisht. Nëse ato kishin probleme, nuk ju afronte derisa të shëroheshin. Konjuktivitisi është një pezmatim që e prek konjuktivin. Është pjesa e bardhë e syrit. Pjesa e bardhë e syrit, jo bebza është mesi, po ajo pjesa e bardhë e syrit. E ki po nërë kur skuqen. Smundja shkaktohet prej 4 gjërave: nxehtësia, ftohtësia, thatësia, lagështia. Kur syri merr goditje, thot gjaku dhe shpirti nxitojnë menjëherë në ndim të syrit dhe i shkaktojnë qëtë reakcion. Kjo është reakcion për me mbrojt. Për shembull alergjia na që e kemi. Kur vjen një faktor i jashtëm prej jashtit, kur vjen realisht prej jashtit poleni e këto që vjen, organizmi reagon ndaj kësaj. Edhe ty çka? Reagon nëpërmjet krurjes, reagon nëpërmjet synit, skuqet, frymës. Kjo është si lloj reagimi ndaj asaj. Jo që ajo e shkakton këto, po vetë trupi reagon në këtë mënyrë për më ballafaqu me faktorin e jashtëm apo polenin që ty të ndikon në trup. Ne duhet ta dimë, thot, se ka 2 lloje avujsh që ngjiten në ajër. Njëri lloj është thot i nxehtë dhe i thotë, ndërsa tjetri thot është i nxehtë dhe i lagësht. Në Saudi cila është? I nxehtë dhe i thotë. Tena është i nxehtë dhe i lagësht. Nëse në Saudi është 50 gradë, me bualloj në rujtë më konë 50 gradë të na, në spital du të më shku. Des njëri. Dhe në atje mundesh me bajt ma shumë, sepse është i thatë, nuk është i lakshtë. Pastaj thot, këta avuj formojnë rreth, të cilat zën qiellin për sytë tanë. Në të njëjtën mënyrë avuj dhe substancat e gazta ngrihen nga stomaku e shkojnë në pjesët e sipërme të trupit dhe thot duke shkaktuar shumë smundje. Thot siç është konjuktivitisi. Nëse trupi ka rezistencë të fortë, është i fuqishëm apo, atëherë thot çka? Shkakton ai shtyn substancat e gazta drejt hundës për më mbrojt apo. Dhe thot duke shkaktuar një bllokim që zakonisht shëshon të ftohtët. Domethënë që ky bllokimi është si një lloj reagimi që po të vjen ty. Thot kur ato shtyhen drejt njerithi e tham ajo, domethënë që ajo uvulla që është apo, dhe fezave të hundës shkaktojnë angjinën dhe mahisjen e fytit. Angina llakunare është pezmatimi i fytit, vllazni, me kelp. Bëhet me kelp, shkaku i kësaj. Kur shtyhen drejtijeve, avujt shkaktojnë plevitin e trajtuam në dersën e kaluar, ishte pezmatimi pleurës. Pezmatimi pleurës është një lloj membrane, një lloj cipe që mbulon mushknit, apo që mbulon mushknit. Sjelljen thot, çfarë thot? Apo thot kur arrin në kraharor shkaktojnë pneumonia, bronhopneumonia janë të kollit e mushknive që thënë. Më thonë inflamacioni
mushime që du me marë injeksione 2 javë, apo infuzione e injeksione të ndryshme. Mëtej, nëse ata prekin zemrën, sjellin rrahje të shpeshta, e po të arrin në sy shkaktojnë konjunktivitisin, apo. Jo vetëm kaq, por ata depërtojnë në zor, sjellin diare. Diarea është çka? A dini çka është diarea? Barkëqitja. A e dini që në zorën e trash, dhe me thonë, organizmi, Allah subhanahu wa taala që e ka kriju traktin digestiv, gastrointestinal, është lukthi, zora 12 gishtore, zora e holl, zora e trash. Secila gjë, secili ushqim i ka vendet e veta ku resorbohet, ku absorbohet. Edhe në lukth, edhe në zorën 12 gishtore, edhe në zorën e holl realisht, dhe në zorën e trasht janë ato enët e gjakut që e marrin ushqimin që në brenda zorëve dhe lukthit. Në lukth vllazni absorbohet alkoholi. Kur personi pin alkohol, që aty absorbohet shkon në gjak. Ndërsa ushqimet tjera në përgjithësi absorbohen në zorat e holl, në zorët e holla. Uji absorbohet në zorën e trash. Nëse në zorën e trash ka pezmatim, apo ka ndonjë smundje, çka bëhet? Uji nuk absorbohet dhe te pastaj del sikur qeshmja diare. Barkëqitje e ki sikur qeshmja. A be kuptane? Sepse çty te zora trash, se zora trash është më e vogël se sa është kështu. Është kështu. E zorët e holla janë mrena janë kështu. Brenda zorës trash, apo. Edhe kur nuk absorbohet uji, çka bëhet? Atëherë shkaktohet diarea apo barkëqitja. Po edhe një tjetër është kur e prishin atë pH-in, antibiotik zakonisht e prishin atë pH-in e zorëve, kjo antibiotik i shkakton diare, shkakton barkëqitje. Më thani keni vërejt nërë kur përdor një antibiotik e ka efektet anësore që shkakton thot barkëqitje. Thot po nëse thot ndërsa po të arrin në tru thot shkaktojnë harresë. Shkurtimisht konjunktivitisi e acaron gjendjen e kokës dhe të trupit dhe kryerja e marrëdhënieve seksuale e rëndon më tepër gjendjen. Apshe, pejgamberi sa për ata është largu nga marrëdhënia intime me gratë e veta kur kanë pas më thonë konjunktivitis, sepse e rëndon më shumë gjendjen e kësaj. Megjithatë duhet të themi se trupi edhe përfiton prej konjunktivitisit. Thot sepse ai ndihmon që të nxjerrë jashtë substancat e dëmshme. Subhanallah. Domethënë, me një anë ti po smuash, po automatikisht ty po të vjen një e mirë sepse nga brenda po del jashtë, çka po dalin jashtë? Substancat e këqija që i ki brenda në trup. Dhe substancat e këqija janë të ndryshme që dalin nëpërmjet trupit. Mund me dalë për shembull nëpërmjet djersës, mund me dalë nëpërmjet nevojës madhe, nëpërmjet urinimit, edhe nëpërmjet syve. Ky lloj infeksioni thot ka nevojë për qetësi dhe po ashtu duhet që syri të mos fërkohet. To e dim kreta, po. Momentin kur ta fërkon, hala më shumë e shton infeksionin. Po e fërkove syrin e kiqat konjunktivitis. E fërkove, hala ma shumë të skuqet. Edhe kryon hala ma shumë mikroorganizma. Këtë mjekësi, subhanallah, Ibn Qayyimi, dietari madh i muslimanëve. Pastaj thot, në mënyrë që të parandalohet grumbullimi i substancave më të dëmshme tek ai. Një nga selefët, çka ka thonë, thot qasja ndaj shokëve të pejgamberit alayhis salam është si qasja ndaj syrit, ai kurohet duke mos e prekur ato, mos e prekni. Mos me prek hiç. Një hadith për autenticitetin e të cilët nuk jemi të sigurt, thot se konjunktivitisi e lehtëson spërkatja e syrit me ujë të ftoftë. To këtë e bëjmë, o e vërtet kjo. Si ta lajmë me ujë të ftoftë, sytë si ti lajmë, e kemi një lloj, domethënë, lehtësimi në sy. Kjo mënyrë është në fakt e përshtatshme për konjunktivitisin e nxehtë, pasi uji është i ftoftë. Kur është e nxehtë, uji i ftoftë edhe e bën e të kundërtën e asaj, apo që shkon në hadith pejgamberit alayhis salam kur kemi ethe që pejgamberi alayhis salam ka marrë një kofë me ujë dhe e ka vendosur në kokë, ujin e ftoftë, për me hek, domethënë temperaturën. Pastaj thot rrjedhimisht ai e ul temperaturën që shoshron këtë lloj smundje. Kjo shpjegon se Abdullah ibn Mesudi i tha gruas së vet kur ajo e fundit u
ankua nga konjunktivitisi, nga syri. Po të kishe vepruar ashtu siç ka bërë pejgamberi alayhis salam zakonisht, do të ishte më mirë për ty dhe do të shëroheshe më shpejt. Dhe thot laj syt me ujë të ftoft, pastaj lutu, thuaj o Zoti im, ti je Zoti i njerëzve, miq të lashet e mia, o Zoti im, më shëro, ti je shëruesi vetëm, nuk ka shërim tjetër veç shërimit që vjen prej teje, kur ti shëron smundja nuk kthehet më. Këtë hadith e transmeton Abu Davudi me transmetues të besueshëm edhe Ibn Majah. Tash e kemi udhëzimi i profetit për trajtimin e narkolepsisë. Ebu Bejde në përmbledhjen e vet me hadith e gharib, hadithi gharib është hadith ahad vllazni me një transmetues, thot shënon këtë rrëfim të Ebu Uthman e Nahdit, një grup njerëzish u mblodhen në një pemë dhe aty filluan të hanin frutat e saj. Befas thot më njerë u paralizuan. Sikur një erë akull të kishte fryrë dhe të kishte ngrirë gjymtyrët e tyre. Pejgamberi alayhis salam porositi. Thot ftofni pak ujë në për shakuj dhe thot hidhjani atyre ndërmjet dy ezaneve të sabahut. Kohën po e tregon. Ndërmjet dy ezaneve i bien mes ezanit edhe ikametit. Mes ezanit edhe ikametit. Pejgamberi alayhis salam i këshilloi njerëzit që ta ftohin ujin në për shakuj, sepse ato e ftojnë ujin më shumë. Disa mjek thonë që kjo mënyrë trajtimi është më e mirë kundër narkolepsisë nëse ajo ndodh në krainën e Hijazit, i cili është një vend i nxehtë dhe i thotë. Thot pejgamberi sa i këshilloi njerëzit që ta ftojnë, siç e tham aty, thot e ftoi unë më shumë se sa enët e baltës, ai gjithashtu e ka quajtur ikametin si ezan në këtë hadith, që tham mes dy me çysh? Problem me gjumin. Po, normalisht po. Problem me gjumin është ajo. Hedhja e ujit të ftohtë mbi njerëzit e kapur nga narkolepsia, gjatë kohës së përshkruar më lart, e cila është periudha më e ftohtë e natës do të bëjë që nxehtësia. Domethënë, shiko pse po thotë në këtë kohë sepse është periudha më e ftohtë. Mëngjesi është më i ftohtë. Dhe për atë arsye me përdor ujin. Nëse do të ishin Hipokrati, thotë edhe Galeni, ata që do të kishin dhënë këtë recetë, mjekët do të ishin shtangur nga efekti i saj. Me po kur vjen nga feja, nuk e marrin njerëzit apo. Tani ushqimi infektuar nga insektet. Ushqimi infektuar nga insektet, në më thonë që bëhet infeksioni. Në dy sahijet shënohet se Ebu Hurera ka treguar nale që to se nxet po vjen. Po pse nale? Apo? Në dy sahijet shënohet se Ebu Hurera ka treguar se pejgamberi sa ka thënë, nëse në pijen tuaj bie një mizë, së pari zhyteni në të, pastaj hiqeni, sepse njëri krah e ka smundjen, krahun tjetër e ka ilaçin e smundjes. Subhanallah. Nëse e fut me një anë, një krah, nëse e fut miza, thot shtyn në krejt. Unë e kum po, në internet e kum po, që e kanë fotografu, momentin kur e kanë vendos, kur e ka vendos, do më thonë insekti, aty miza, një krah apo gojën apo ku e dione, e ka lëshu mikrobin, infekcionin. Dhe është po mikrobi. Kur është fut krejt, qatë mikrob e ka mbyt në anën tjetër. Më thonë qëfar mirësia Allah subhanahu wa ta'ala, që aty e ka shërimin, po e njëjta gjë është edhe me punën e edhe gjartnimve, vllazni për shembull, kur serumet që i marrin. Ai marrin serumet kur tan për shembull qeni, kur tan gjarpni. I marrin helmin prej helmit, që helmi me myt helmin. Ndërsa në hadith po thot me një krah e ka smundjen, me një krah e ka ilaçin shërimin. Këtë gjëkim përfshin gjithashtu bletët, grezat, marimangat, domethënë të ngjashme lloje të tilla. Sa i përket vlerës mjekësore të hadithit e Abu Ubejdi thot se zhytja e mizës para se të nxirret nga lëngu bëhet në këtë mënyrë të nxirret ilaçi ashtu siç doli toksina, toksinë është helmi nga krahu i parë që ra në lëng. Dhe jo si tash ti për njerë me hek se e kilon këtë me mikroba aty, o mush mikroba, ai vend. Mizat e shtëpis bartin lëndë helmuese.
marrin lëndë helmuese dhe vendosin tek ushqimi yt. Thot si tregon këtë efekt i pickimit të tyre me puçra ose infeksione dhe ky helm është arma mbrojtëse e mizave. A dini vllazni që në moment kur ta pickon jo edhe gremza edhe bleta apo ku e diune, e ka një lloj helmi ky për me mbrojt veten. Sepse organizmi reagon. Kur të reagon organizmi, ky do në më mbrojt edhe vetë. Për atë arsye lëshon edhe helmin. Lëshon edhe helmin. Me një anë, domethënë e godet, po në anën tjetër e lëshon helmin. Thotë dhe ky helm është arma mbrojtëse e mizave. Kur miza bie në një vend që e lëndon atë, ajo përpiqet të vetë mbrohet me armën e saj. Arma e saj është helmi. Arma e saj është helmi. E kështu pejgamberi sa na urdhëroi që ta neutralizojmë lëndën, thot helmuese të prodhuar nga miza me ilaçin që Allah e ka vënë në krahun tjetër. Kjo është një këshill thot që edhe kokat e mjekësisë nuk do të mund ta zbulonin kur vet. Pa nga hadithi pejgamberit sallallahu disa doktor deklarojnë që po ta lyesh vendin e thumbuar nga grezha apo akrepi me një mizë, ajo ta qetëson dhembjen. E kanë hulumtu për shkak të ilaçit që ai bart në krahun e saj. Bukur. Tash kemi trajtimin e puçrave. Trajtimi i puçrave. Ibn al-Sunni shënon se njëherë kur pejgamberi alayhisallam ishte me njërin nga gratë e veta, pas asaj kishte dalë një puçër në gisht. Ka dalë një puçër në gisht. Kështu ai pyeti, atë gjendet kelkaz. Kelkaz është bim që përbën familja Araka, që nuk e di çfarë bim është. Thot, po, pastaj pejgamberi alayhisallam vëri kelkaz në gishtin tënd dhe lutu. Tha vër kelkas në gishtin tënd edhe luto. O Allah, ti ke fuqi ta zvoglosh atë që është e madhe dhe ta zmadhosh atë që është e vogël. Zvogloj atë që më ka dalë në gisht. Më thonë me qët kelkas me përdor, po hiqet do thot puçra. Kelkaz është një ilaç indian që përgatitet nga kallami i kelkazës, i cili është i nxehtë dhe i thatë. Ai ndihmon kundër sëmundjeve të barkut, po ashtu edhe të mëlçisë. Sahih po ashtu transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha, thot unë kam parfumosur thot pejgamberin alayhi salatu wassalam me durët e mia duke përdorur këtë kalkazin apo kelkazin gjatë haxhit lamtumirës dhe herën tjetër pas veshjes së tij, domethënë gjatë veshjes së ihramit dhe herën tjetër pas veshjes së tij. Puçra është një zhvillim që vjen si pasojë substancave të nxehta dhe të dhëmshme që shtyhen drejt lëkurës e kështu me radhë. Tani kemi udhëzimi profetik për trajtimin e lungave. Lungat që dalin me metoda të operacionit, mi prej, edhe në kone pejgamberit sallallahu i kanë prej. I kanë prej edhe pse është çështje rrezikshme, sepse na herë thënë mos mi prek sepse janë të dëmshme, apo ka raste për shembull që lejohet. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu rrafan se një herë pejgamberi sallallahu urdhoi një mjek që t'ia hapte për pastrim një të smuri bullungën që i kishte në bark. Aty e pyetën, a bën punë mjekësia u i dërguar e Allahut? Ai tha, ai që ta ka zbritur smundjen, edhe ilaçin e ka zbritur. Më thonë Allahu subhanahu wa taala, na e dim që Allahu azza wa jall kur e dërgon një smundje, edhe ilaçin e saj e ka dërguar. Edhe për kancer ka ilaç. Por se derisa ta gjojnë mënyrën se si duhet me e shëru. Çarja ose shpimi i lungës shërben për dy qëllime: pastrimin e substancës. Thënë lunga ka dhe me qelp që është, me pastru, me hek, a ki pa për shembull kur shtypët del kelbe, ku e diune, parandalimin e grumbullimit të mëtejshëm, që mos mu fry hala ma shumë, edhe mos mu përhap, domethënë për organet të ndryshme, dhe mu bë domi i madh, infeksioni me hi pastaj në gjak, se ka raste për shembull ti e kin në lëkur, dhe kada ka dale kur përhapet infeksioni, përhapet, futet në gjak, edhe nëpërmjet gjakut është rrezik pastaj. Më thonë rreziku është më i madh. Hadith ku thuhet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam urdhëroi një mjek që t'ia hiqte me operim lungën në barkun e të smuri, ishte e mbushur me kelp. Dhe kur është me kelp duhet mu hek. Duhet mu shtrydh një herë apo edhe mu hek ai kelp apo mu hek krejt ajo lungë. Disa mjek janë tepër të kujdesshëm për këtë, mendojnë sepse është e rrezikshme. Apo të tjerë thonë se nuk ka trajtim tjetër për lungat përveç qarjes së tyre, prerjes dhe heqjes së tyre. Pastaj thot
Si që kemi thënë më lartë, ka 3 lloj bullungash apo lungash, apo entjesh në trup. Tamburët, të cilat bëjnë barkun të thryet si daulle nga gazrat, është një lloj. Gjungat të mishtore, të cilat ejtin mishin dhe shoqërohen me jarg, fryeret që krijon nga grumbullimi i toksinave në fund të barkut, nga helmet të ndryshme, të fryet barku. Udhëzimi profetik për ngjalljen e optimizmit tek të sëmuri. Domethënë, kur ta sheh që një person është i smut, edhe subhanallahu keni vërejt, kur një person është i smut, edhe imuniteti dobësohet. Pse i dobësohet? Se psiqikisht nuk është mirë. Në ato momente bjen depresion, bjen mërzi. Dhe kur mërzi është i mërzitshëm njeriu, që mërzia, që sistemi nervor lidhet me sistemin e imunitetit. Që kemi trajtuar çdo herë. Edhe imuniteti pastaj dobësohet nga sistemi nervor, nga mërzia. Dhe ti kur shkon, subhanallah, paramendon, kushtoni rëndësi fjalëve të mira vëllazni, tek i smuri, se ndikon shumë. E shnosh, seriozisht e kuron. Bësh mjet sebeb për shërim. Sepse që ky imunitet që e ka ai personi, vetëm pret për sistemit nervor se çfarë gjendje është. Nëse se këtë janë të lidhëm sistemet janë. Dhe sistemi nervor kur është në rregull e menaxhon problemin. E menaxhoj problemin mirë. Atëherë sistemi i imunitetit vazhdon me luftu armikun. Kur sistemi nervor nuk është në rregull, është në ankth, në stres, në depresion, atëherë sikur do të më thonë që unë nuk jam i fuqishëm dhe bjerë lidhet pastaj me ushtarin poshtë, komandanti nëse nuk ka në rregull, atëherë s'ka probleme shumë i madh. Edhe pastaj ushtari çfarë dobësohet dhe kush merr terren, mikrobi edhe smundja. Dhe ti kur shkon aty dhe kur ta sheh personin smut, baba kjo është në agoninë e vdekjes, mashallah ti kokesh noshme. Shumë mirë më analizat, bravo, barakallah. Shumë mirë koke, lejohet mi thonë. Një fjalë të mirë, ç'ke fjala mirë? Ndikon që ai më forcoj imunitetit i shkaku i fjalës tonë të mirë. Që në nuk kushtojmë rëndësia, fjallë e mirë, shako. Keq koke shumë, valla. Hala ma shumë e s'mundi. Ti mi kesh më ftyrë, valla. Kur ten a i zatën, se i smuti i shikon mimikat e njerëzve. A keni vrejt? Kur i smuti ishti kur të vjen, veç i këshyr mimikat e njerëzve çka po bën. Apo çka po flet doktori me motrën apo teknikun. Apo me babën e vet, apo me vllahun e vet, apo me grunë, ku e dione, veç i këshyr çka po flet. Nëse e sheh që po flet mirë, dhe i thot që kur gjë s'ki, apo kur t'ishti pak bëno artist në ato momente, edhe kur e këshyrish t'u kesh, mashallah mërku, shumë mirë mërku këte, alhamdulillah pas ke kalu, edhe fjalët e ti ndikojnë që sistemi nervor më koni qetë, edhe që këj sistemi nervor pastaj me ndiku të sistemi i imunitetit, për një fjalë, subhanallah. I kum kallzu, ne ka pas raste, shumë keq jam pra, vezvesit i kam këto, ja bona një audet që 5-6 minuta, më lirove. A veç për qëto 5 minuta vetë me veti, po thom, të lirova, që 5 minuta e lirajsh njëri. 5 minuta, apo 1 minut. Me fjallë shnoshet njeri ju. Më shumë ka rëndësi se si pe trajton ato që e ki për para. Do të me pas shumë kujdes. Sidomos njerëzit që kanë depresione vezvese, duhet kallëzekin një vlla. E kishte problem që ashtu me ankth dhe me sen, edhe kanë dalë të dytë në mal kanë dalë. Kanë dalë të dytë në mal. Edhe ai probleme me ankth. Pejgamberi ditën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, kur del vetë, domethënë nëse je vetëm, o rrezik. Më knaqe krejt, tha. Ki knaq krejt, më ki dhonë më kuraja, më ki knaq krejt. Po si kalzon do hadithe personi që ka probleme. Personi që ka probleme, jeton për shembull vetëm në shtëpi. Edhe ti tash më thon, ka thonë Muhamedi alayhis salam, nuk është e pëlqyeshme me flajt vetëm në shtëpi. Çai ke boti? Ti ki tranu krejt. Po si kalzon do hadithe valla. Kalzoj hadithe, jepi hadithe shpresdhënse. Pastaj thot Ibn Majah shënon nga Abu Said al-Hudriu, ka treguar se pejgamberi sa ka thënë, kur vizitoni një të sëmur, thoni atij fjalë të ngrohta, edhe pse në fakt nuk ndalojnë ndonjë të keqe, ato ngrojnë zemrën e të sëmurit. Edhe nëse nuk e ndalojnë smundjen, thjesht një të mirë me fjalët e tua.
Ky hadith përmban këshillat e urta mjekësore, synon lehtësimin e brengës smurit. Në këtë mënyrë energjia e brendshme rritet, ndriçon trupin, ndihmon luftën kundër smundjes, çu tham. Apo, çlirimi i smurit nga ankth dhe lehtësimi i zemrës nga brengat çuditërisht ka një ndikim të madh në kurimin e trupit. Fjalët e mira kanë ndikim shumë kanë ndikim. Wallahi kum vërejtën, subhanallah, është një shpe shumë keq. Si shkon te mjeku, fol me mjekun, e zbut mjeku, kur del këtë fytyrat ndryshe. Çka të boni mëre? Çka të boni, doktori? Veç thjesht që ka fol mirë, edhe u qetësu. I tha analizat i ki mirë, tensionin e ki mirë, kur gjësti, veç ki pas një lloj stresi, kur gjë kaloj, edhe qetësohet njëri. Edhe mi apo të kundërtën, del i stresum, del i Njerëzit kanë dëshmuar që i smuri ndihet më i gjallë dhe i përtërir kur ndodhen në shoqërinë atyre që i do dhe i respekton. Tashmë, tham më lart se pejgamberi sa i pyeste të smurët se si ndiheshin dhe çfarë shqetësime kishin. Ai pyeste gjithashtu se çfarë u kishte ëndja të hanin dhe të pinin. Çfarë don? Qyfte apo don që apo don Coca-Cola? Po. Apo don çfarë më thon? Pizza. A i po, çka i kujtohet smuti? Çka i kujtohet? Çoja, le të hanë. Apo me pi diçka. Tani kemi udhëzime për trajtimin me të smurit, e të smurit me ato ilaçe dhe ushqime që ai është mësuar. Kjo është një shtyllë kryesore dhe element dobiprues në fushën e mjekësisë. Nëse doktori gabon në dhënien e recetës, atëri smuri bëhet më keq. Nëse sjep recetën që duhet, bëhet më keq. Për shembull, mjeku i famshëm arab Harith ibn Qaladahu ka thënë, dieta është ilaçi më i mirë. Dieta ilaçi është më i mirë. Po majte dietë edhe nuk abuzove me ushqim, atëherë ti ki mushëru me lenë Allahut subhanahu wa taala. Po hongre ndjathet çmajt pakarore hiç, ki me shkatru vetveten sepse stomaku është vendi i çdo smundjeve. Stomaku është vendi i çdo smundjeve. Në fakt dieta është kura më e mirë për smundjet pletorike, kur ka tepri gjaku në trup dhe si pasojë njeriu ka pamje të skuqur. Harithi thot, stomaku është vendi i çdo smundje, ai është një organ në formë thesi që i ngjan një kungulli. Thesi që i ngjan një formë kungulli. Ai ndërtohet nga 3 shtresa. Shtresa që përbën nga elemente delikate dhe nervore, të quajtur fibra. Fibrat e shtresës së parë qëndrojnë vertikalisht. Ato të shtresës së dytë rrinë horizontalisht, ndërsa shtresa e tretë zgjatohen diagonalisht. Në kryet stomakut ka më tepër fije nervore, në fund të atij është i veshur më tepër me mish, ndërsa nga brenda ai është i veshur me push. Thot stomaku është i vendosur në mes të barkut, paksa nga e djathta, ai është i krijuar i tillë nga vetë krijuesi me urtësinë e tij absolute. Stomaku është vendi i çdo smundjeve, deri në takimin e radhës me udhëzimi i pejgamberit alayhi salam për trajtimin e të smurit me ushqimin më të thjeshtë. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.